Shënoj e vija i. Persekutimet kishin vazhduar me të madhe ndaj muslimanëve. Dhe kur ato kishin arritur kulmin dhe ishin bërë shumë tegra, atëherë Muhamedi i mlodhi shokët e tij për një bisedë gjatë me ta dhe i tha: "Me dhimbseni, e di se nuk do të mund t'i duroni vujqit, persekutimet. Pra është mirë të gjejmë një rrugë dhe disa prej jush të emigrojnë." Po ku i thanë ata? Ku të emigrojnë? Muhamedi e dinte se në Abisini jetonte një mbret i drejt, i krishterë, me emrin Negrusi, dhe ju tha se duhet të bëjmë përgatitjet që ju të shpëtonin nga këto persekutime dhe shkoni në Abisini. Shumica e muslimanëve të dëshpëruar shku në shtëpitë e tyre dhe u përgatitën. U përgatitën, po ishin marrë vesh që të përgatiteshin në fshatësitë plot dhe natën të përcjellë dhe nga muslimanët tjerë u tuan drejt Jemenit. Atje patën fat se kur shku në Jemen, e gjetën një anije tregtarësh, e cila po nisej në Abisini dhe pjesa e përbërë prej 11 burrash e 4 grash. Diku flitet në vitin 614, këta u nisën në Abisini dhe u pritën atje mirë dhe ishin në gjendje ta ushtronin fenë e tyre musliman. Pra, Muhamedi kishte këshilluar se migrimi është punë e vështirë, po kur njeriu nuk arrin që në vendin e vet jetë i lirë, atëherë duhet të gjej një shtegdalje dhe të shkoj në një vend ku mund të ushtroj fenë e tij. Kështu bija ime kaluan ditët dhe thuja kishin kaluar 3 muaj. U fol në Abisini se Ymeri Hatabit, një kundërshtar i madh i fesë muslimane, e kishte pranuar Islamin. Dhe njeriu kur ndodhet larg vendit e tij, kur ndëgjon të reja për vendin e tij, edhe këta dëgjojnë se tani e tutje askush nuk do ndiqet prej llojtarëve, pra se muslimanët ishin të lirë të zhvillonin fenë e tyre. Dhe vendosën një pjesë prej tyre të kthehen në Mekë. U kthyn në Mekë. Kur erdhen, bija ime e gjetën Mekën në një gjendje edhe më të keqe se sa e kishin lënë. U bashkuan me
musliman të tjerë dhe u bon rreth 80 burra, pa numëruar gratë dhe fëmijët, shkun në Abisini. Mirë po i dhujtarët morën në vesh se një pjesë e madhe e muslimanëve janë shpërngul edhe kanë shku në Abisini. Me qenë se kishin një traktat tregtie me mbretin Negrus, ata në pari e bisedun që një pal njerëz të shkojnë dhe të ankohen të mbreti. Edhe ata unisën, u pritën prej njerëzve të Negrusit. Këta ishin pajisur mirë dhe u kishin dërguar dhuratat mëdha njerëzve, po edhe mbretit. Kur hynë të mbreti, i thanë, o mbret, një pjesë e popullit tonë, Mekas, e kanë pranuar një fe të re, dhe ata nuk deshen të vazhdojnë aty, po iken dhe erdhen të ti në Abisini, kështu që ne kemi ardhë dhe po kërkojmë prej teje që të na japësh ata njerëz, se ne do t'i kthejmë në Mekë dhe do t'u tregojmë vendin. Mbreti ishte mençur, tha, mirë, ashtu do të veproj, mirë po m'duhet t'i thras ata njerëz që kanë ardhur këtu para jush. Edhe thirri dhe ndërta shkoi Gjaferi. Gjaferi ishte i Ebu Talibit, një musliman i mirë, i cili dinte shumë pjesë të Kuranit përmendsh, edhe u paraqit para mbretit, dhe mbreti e pyeti, pse keni ikur? Gjaferi tha, mbret, na ka ardhur një profet i cili pranon vetëm një Zot. Dhe ne na ka pëlqyer sepse ai ka thënë duhet t'i lëmë gërsit, të mos vrasim njerëz, të mos ham mishin e ngordhur, të ndihmojmë të varfrit, të ndihmojmë fëqinjet dhe të falemi. Bile Muhamedi a.s. na ka porosit që ne të falemi 5 herë në ditë. T'ju japim pra të varfërve, edhe kështu pra e kemi marrë vesh se të gjitha këto të mira nuk i bajnë dam njerëzimit, prandaj na kemi pranu fenë islame, ashtu si na ka thonë Muhamedi, po nuk kemi mundur të zhvillojmë edhe të falemi 5 herë në ditë, kështu që jemi muslimanë dhe nuk kemi mund të jetojmë në Mekë. Na kanë thonë se është një mbret i drejt në Abisini, prandaj kemi ardhur, edhe këtu njerëzit na kanë prit mirë, edhe nuk na ka pengu askush. Ka thonë mirë, a e din ti ndoni surën nga libri juaj i shenjtë? Gjaferi është menduar dhe ka përdor surën Merem, ku Zoti ka thënë se unë të kam falë ty, po do të fali edhe një djalë. Atëherë Negrusi është habit dhe ka thënë se këto fjali janë shpallur edhe Musait, edhe Isas. Kështu që këto qenë kanë fjalë të surës Merem, thuja të ngjashme me librin ton shenjtë.
Kështu që ju jeni të lirë, edhe unë nuk do t'ju dërzoj të idhujtarët Mekas, dhe ju jeni të lirë të vazhdoni e fen tuaj këtu në Abisini. Idhujtarët sa morën vesh se ishte krijuar një pajtueshmëri mes muslimanëve dhe në grucit, erdhen me njëherë edhe i thanë se mirë, këta janë musliman, por nuk e pranojnë Krishtin. Atëherë në grucit hiri prap Xhaferin. E i tha, duhet e me tregosh se çka mendoni ju për Krishtin. Tha, profeti ynë na ka porosit dhe na ka thënë se është një Zot. Të gjithë profetet para tij kanë qenë në udhën e Zotit, kështu që edhe Krishti, që disa e quajnë edhe Isa, Muhamedi i pranon mendimet e tij. Atëherë në grusi e mori një thupër dhe e bëri një vizë në pluhur. Tha, dallimi mes fesë suaj edhe fesë tonë qenë ka sa kjo vizë këtu në pluhur. Pra jeni të lirë të vazhdoni predikimin e fesë tuaj, dhe ata ndajten në Abisini deri sa erdhi koha të shkojnë Medinë. Kjo pra ishte një pjesë e zhvillimit të fesë islame në vend uj, pra që ishin migruar nga Mekka. Do të vije koha që unë do të spjegoj netëve tjera edhe për shpërnguljen nga Mekka të Muhamedit a.s. edhe muslimanëve tjerë, sepse atje ishte vërtet vështirë për ta ushtruar fenë muslimane. Pra dhe sonte u bojë vonë, edhe po ngritemi edhe pushojmë bija im.